أشهد أن محمدا رسول الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى الخلق كافة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد. Falënderimet dhe lavdërimet takojnë vetëm Allahu madhruar, në qoftë se ai nuk kishte dërguar tek ne profetët, ne kur nuk kishim marrë hidajet dhe rruga drejt. Dhe salavat dhe paqja dhe bekimet Allahu madhruar qofshin mbi profetin ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe mbi gjithë besimtarët që do ndjekin rruga e tij deri në ditën e gjykimit. Dëshmojmë dhe deklarojmë që nuk meriton të adhurohet tjetër përveç Allahu xhallahu shanhu dhe dëshmojmë që Muhamedi është robi i dërguar Allahu xhallahu shanhu. Vlezër, nga 114 sura që ka në librin Allahu xhallahu shanhu, sura 2 është suratul Baqara. Kjo është sura më e madhe në Kur'an. Dhe është sura që ka zbritur pas ardhjes profetit alayhis salatu wasalam në Medina. Dhe kanë ardhur mesailet me detaj. Deri në Mekka gjitha sura që janë zbritur janë për iman, për imanin e ahiret, për tauhidi, për ditën e gjykimit, për profeci. Kurse në suratul Baqara Allahu xhallahu shanhu ka zbritur ahkamet, mesailet e namaz, agjerimi, edhe mesailet e ndryshme. Dhe ajeti i pari që është për suratul Baqara ka thënë dërguar Allahu xhallahu shanhu, kush lexon suratul Baqara në shtëpinë e tij, largohet shejtani nga shtëpia. Edhe kjo është sura më e mirë, zakonisht vlezër kur hyrin në shtëpi e re ose kur hapin dyqan i re, pyesin çfarë do të bëj. Kjo është leximi i suratul Baqara dhe Ali Imrani. Ose lexojmë vetë, ose hapim me telefon në YouTube lezues i mirë, edhe dëgjojmë me qëndrueshmëri e tij. Ashtu Allahu xhallahu shanhu largon shejtanit nga shtëpia edhe banesa e re kur lexoj suratul Baqara dhe Ali Imrani. Dhe në këtë sura Allahu xhallahu shanhu ajeti i pari Alif Lam Mim janë fjala që mutashabihat quhet. Fjala mutashabihat edhe sifatet mutashabihat. Sifatet Allahu xhallahu shanhu gjitha mufassirin kur ne hapim libri Allahu xhallahu shanhu dhe tafsiri, edhe kur ne mundohemi çfarë ka shkruar përkthimi Alif Lam Mim, ose Alif Lam Ra, ose Kaf Ha Ya Ain Sad, ose Nun wal Qalam, ato Taha, Yasin, janë fjala mutashabihat. Kuptimi është kuptimi real, vetëm Allahu madhruar di. Allahu a'lamu bi muradihi bidhalik. Ashtu thot mufassir Ibn Kathir rahimahullah, që kuptimi real vetëm Allahu madhruar di. Kurse disa mufassirin mendojnë Allahu xhallahu shanhu ka treguar profetin alayhis salam kuptimi real. Por nga që ishte sfidë për kombi, për arab, që ishte thirrësi i pari për libri Allahu xhallahu shanhu, edhe ato që kishin shumë mendje i madh ose vetë dukja mirë për njohuri gjuha arab, vetën mendoshin kampionat për gjuha arab, Allahu xhallahu shanhu ka dhënë sfida, nëse ju jeni aq dishëm për gjuhën arab, atë na sillni kuptimet të fjala, edhe nuk arritën dot. Dhe kjo është kuptimi i fjala mutashabihat Alif Lam Mim. Kurse sifatet mutashabihat që ka Allahu xhallahu shanhu, ato sifatet Allahu ne nuk kuptojmë dot realiteti atyre, edhe besojmë ashtu siç na ka thënë Allahu xhallahu shanhu në Kur'an, ose dërguar Allahu xhallahu shanhu në librin e tij. Pastaj fjala e pari thot Allahu dhalikal kitabu la raiba fi. Në qoftë se ju nuk arrin dot ta zgjidhni praktimi këtë fjala Alif Lam Mim,
edhe fjalët tjera që kanë ardhur në sure tjetër. Atëherë, ne mi duke dhënë lajmërime dhe sfidë për njerëzit që nuk besojnë, që kjo libri pa dyshim është nga Allahu xhaleshanu. Nuk është berja nga Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Dhalika al-kitabu la rayba fi. Dhe deri sa është nga Allahu xhaleshanu, tani gjitha informacion që janë duke ardhur. Dëgjoni me mendja, çdo fjalë ti mendoni mirë, se nuk ka dalë asnjë fjala pa shalim. Çdo fjala ka dalë me shalim aty në librin e Allahu xhaleshanu. Nuk ka shpëtuar fjala. Pa çdo fjala janë nga Allahu madhruar. Edhe çdo gjë që tregohet për ty o njeriu, është realiteti, nuk është për rishikim aty. Edhe pastaj Allahu xhaleshanu lajmëron hudal lil muttaqin. Ky libri që është padyshim nga Allahu xhaleshanu, ajo është hidayet. Edhe atje pastaj Allahu tregon vëllezër, nëse mendojmë me thellësia kur ne hapim libri edhe në shqip kur lexojmë librin Allahu xhaleshanu, tre kategori ka treguar Allahu xhaleshanu në dy faqet e parë. Gjithë njerëzit janë tre kategori dhe tregon Allahu cilësitë atyre. Al-hudal lil muttaqin, kush njerëzit janë që do marrin hidayet? Alladhina yu'minuna bil ghaib, shenja njerëzit që janë muttaqin, që kanë devotshmëria e vërtetë. Ato që besojnë në ghaib, lajmet që vinë nga Allahu xhaleshanu dhe profeti alayhi salam në ghaib, pasi vdekje janë çfarë ka për të ndodhur. Çfarë Allahu xhaleshanu ka lënë për besimtarët, edhe çfarë Allahu xhaleshanu ka lënë dënimet për njerëzit mohues. Alladhina yu'minuna bil ghaib, edhe çelësi tjera. Kjo është kategoria e parë. Kategoria e dytë, ajeti i dytë sa për këtë kategori e parë që besojnë në ghaibit edhe zbatojnë urdhët Allahu xhaleshanu dhe sunnet Profetit sallallahu alaihi wasallam, ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Rezultati atyre është që ato janë njerëzit në rruga drejt nga Allahu xhaleshanu dhe ato janë njerëzit më tepër, më real suksesshëm. Edhe njerëzit suksesshëm kush janë? Faman zuhziha anin nari wa udkhila al-jannata faqad faz. Kush është larguar, kush është shpëtuar nga dënimi i zjarrit xhehenam, edhe është i hyrë në xhennetin Allahu xhaleshanu, ai është njeri i suksesshëm. Allahu xhaleshanu lajmëron edhe cilësitë atyre katër. Ky është grupi i parë, edhe për këto Allahu xhaleshanu, për këtë gjë Allahu xhaleshanu na ka sjellë në këtë dunja, se ne do dalim gjithë nga grupi i parë. Të ne behemi më e lartë, ne dim vëllezër, kemi diskutuar disa herë dhe çdo besimtari di që Allahu xhaleshanu kur ka krijuar njeriu, para sa krijohet njeriu, ka bërë një blidhje para malaika, edhe malaika ka treguar gjitha i shkaqet i Allah. Në çështë ti e duke krijuar të lavdrohet ty, pastrohet ty, adhurohet ti, atëherë ne mjaftojemi. Pse ka nevojë për krijuar një krijesë tjetër? Atëherë Allahu xhaleshanu, inni a'lamu ma la ta'lamun. Çfarë di unë ju nuk dini, për malaikat, edhe për çfarë shalimi kam krijuar njeriu. Atëherë Allahu xhaleshanu për të sjellë këtë rezultati na ka krijuar. Kjo është kategoria e parë, edhe Allahu xhaleshanu për të arritur në këtë rrugë, Allahu xhaleshanu ka dërguar gjithë profetët alayhimus salawatu wat taslim. Kategoria e dytë, innal ladhina kafaru sawa'un alayhim andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ai është dyti që kur Allahu xhaleshanu ka treguar pozita jonë që ne ku do arrim, ati ai ishte një njeri ose një krijesë Allahu, njeri nuk them se nuk është njeriu, ai shetan është nga xhinëve. Ati kishte hasad dhe xhalozia më e madhe. Ai djegte nga brenda, edhe ai ishte i pari që nuk ka bërë sajda, nuk ka respektuar urdhin Allahu xhaleshanu. Kjo është kategoria e dytë që do dëgjojnë ati. Innal ladhina kafaru sawa'un alayhim. Edhe për ato Allahu xhaleshanu ka treguar rezultati. Mohues, me real janë mohues, edhe ato mohues dorin o Muhammed, pse gjithë profetë tjera para Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ju lajmëroni apo mos lajmëroni? Ato nuk kanë për të dëgjuar. Pse? Nuk dëgjojnë për të fituar. Që robi dëgjon për çfarë? Që do i zbatoj. Nëse jam në gabim, nëse jam në e vërtet, do forsoj. Po të nuk dëgjojnë për këtë gjë. As nuk shohin
për ka shalimi profetin Allahu Gjalleshanu, që shikojme, unë jem në gabime dhe a ish me drejt, a i personi ka për të gjetur, po Allahu thot, sawaun alejhim andartahum am lam tundhirum la yu'minun. Ti lajmërohu ose mos lajmërohu, ato nuk kanë për të besuar. Pse? Nuk shohin me njëti hidayet as nuk të gjënë. Rezultati atyre Allahu ka thënë, walahum adhabun adhim. Për ato është dënimi shumë i dhimbshëm, shumë i madh. Edhe detajin e dim. Grupi treti që është më i rrezikshëm, edhe vleza shifni në 2-3 ajet i para ka treguar për grupi suksesshëm edhe cilësitë atyre. Në 2 ajet tjera ka treguar grupi që është mohues. Kurse grupi treti që është më i rrezikshëm, për ato ka treguar shumë detaj. Afërsisht një faqe e gjysmë. Fi qulubihim maradun fazadahum Allahu marada. Që është grupi treti që është i sumur nga zemra. Edhe ato janë 2 fituras. Kur shohin Muhammed sallallahu alaihi wasallam që ka fituar në Badr, jemi me ty. Pse? Për të fituar gjithka nga dunia edhe për të ruajtur vetën, pasuria, malli, edhe për të treguar vetën që jemi bashkë. Domethënë janë njerëzit që dieli kur ngjitet as me ato, kur përndet dieli, largohen gati. Ashtu kur kanë parë Muhammed sallallahu alaihi wasallam është duke fituar, kurse kur kanë parë në luftin e Uhud, që kanë dalë në fillim që do fitojmë, marrin shumë pasuri ashtu siç kanë fituar muslimanë në luftin e Badr, edhe katëherë do fitojemi, kanë dalë bashkë me Profetin alayhis salam. Nëse kemi lexuar histori që në luftin e Uhud Allahu Gjalleshanu ka bërë konsultim para sa del nga Medina, pse lajmi ka ardhur para 1 ditë, 2 ditë kur ishin larg njerëzit Makka. Çfarë do të bëjmë? Edhe një grup, edhe në atë grup bashkë ishte Abdullah ibn Ubay bin Salul. Ky personi ishte kryetari fisin e vet dhe para sa vinë dërguar Allahu Gjalleshanu në Medina, para sa pranojnë njerëzit Medina Islamin, Medina kishte vendosur që ne duhet kemi një shtet i vet rreth Medina komplet. Edhe kishin vendosur që do bëjmë Abdullah ibn Ubay bin Salul bëhet mbreti jon i pari. Por caktimi Allahu ishte diçka tjetër, kanë shkuar 4 njerëzit, domethënë njerëzit Medina kanë shkuar në haxhet e 4 veta që nga ato 2 ishin kryetar të 2 fisit arab që ishin në Medina, Abdullah Ubada, Saad bin Ubada dhe Saad ibn Muad. Edhe ato kanë pranuar Islam, Allahu ka hapur zemra atyre, edhe avash u hap Islami edhe ajo frona ti hiku, edhe ai ishte peshman për këtë gjë. Prandaj nuk tregonte as kundërstari, se shumica fish kishin pranuar Islam njerëzit. As nuk tregonte, kur takonte me pabesimtar me jehuda, thonte unë jam me ju. Kurse kur inte me musliman, ashtu duke parë pozita. Edhe ai thonte që do arim në Medina dhe luftojmë. Kurse ne dim, lufti Badri ka ndodhur me një hershëm. Dërgo Allahu Gjalleshanu ka lajmëruar që është një karvani që është duke ardhur nga Siri, edhe ai karvani Kureshët kanë blidhur pasuri që qa fitohemi pas tregtia do të blem arma kundra muslimanëve dhe pastaj sulmojmë në Medina. Për ka shalimi kishte ikur ai karvani. Edhe dërgo Allahu Gjalleshanu ka thënë dalojmë karvani, marrim çfarë kanë marrë, edhe mos bën tregtias nuk luftojnë kundra nesh. Për ka shalimi kishte dalë. Edhe ne dim karvani kur ik 30-40 veta nuk marrin me arma për luftë. Ato ikën për arma për mbrojtje. Edhe dërgo Allahu Gjalleshanu ashtu ka bërë thirrja pas një namaz në Medina. Edhe kush kanë dalë me dhe gjatë rruga Abu Sufjani që ishte kryetari i karvani që ka ikur në Siri, ai merr vesh që nga Medina kanë dalë 300 veta afërsisht. Atëherë ai lajmëron në Makka që jemi në rrezik se ka dalë nga Medina Muhammed sallallahu alaihi wasallam për ndaluar ne. Atë në qoftë se doni ta ruaj karvani juaj, biznesi juaj, atë na dimoni. Kur iku letra Abu Sufjanit, Abu Jahl ka thënë kjo është shansi më i miri për të vrarë Muhammed sallallahu alaihi wasallam edhe shokët e tij, pse kanë dalë për të ndaluar karvani, jo me niyetin luftë.
edhe ato padyshim janë pa armë, pa përgatitur, edhe ne ikim me një ushtri e përgatit tamam, edhe mbarojmë këtë çështje që është problemi i madh për ne. Edhe ai ka bërë thirrja që do të bëjmë luftë, edhe kanë përgatitur 1000 veta. Profeti alayhis salam vin lajme që ato kanë ardhur me kështu, edhe bën konsultimi në fusha, gjatë rruga, edhe sahabët kanë thënë o Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ne jemi me ty, shokët Profeti selam ka thënë. Mirë, atëherë ato njerëzit që kishin ngelur në luftën e Badr, që nuk kanë marrë pjesë, edhe Allahu xhallahu shanu ka treguar grada lartë njerëzit Badrit. Ato ishin peshman se ne nuk ishim me këtë luftë, ato shumisha ishin ndjem të ri ansari. Ato ka thënë, dërguar Allahu xhallahu shanu, jetë duke ardhur Kureshët, ne do dalim jashtë Madinës dhe luftojmë. Atëherë kjo, nga që shumica ishin për të dalur jashtë, edhe ky doli me Profet alayhis salam me 300 veta të vet. Ai njete kush janë me ne? Kush janë me mua? Që ishin dy fiturës. Edhe dërguar Allahu xhallahu shanu dinte ka shpalli Allahu xhallahu shanu. Po besimtarët të thjesht nuk dishin që kush janë ato, çfarë, ai e vërtet janë ashtu. Edhe ai doli me Profet alayhis salam deri në afër mali Uhud vëzër. Në dim mali Uhud sa arriti u duk ushtria atyre. Oho, 3000 njerëz. Ne jemi 1000 veta edhe ai ka fryrë tani. O njerëzit, a jeni duke parë, ato kanë ardhur me 3000 veta. A kishim thënë ne që duhet qëndrojmë në Medinë edhe luftojmë, por Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk na ka dëgjuar fjala jon. Atëherë kush është gati ta i kthe me mua? Prap, pse fusim veten në rrezik edhe familjen tonë, gratë tona? Ai foli ashtu ka. Edhe 300 veta me njëherë, tolën. Sa ka ngelur 700 tani ganimi. Ky ishte grupi i madh, Allahu xhallahu shanu për ato ka zbituar. Fi qulubihim marad, fazadahum Allahu marada, wa lahum adhabun alimun bima kanu yakdhibun. Ky është grupi më i madh dhe Allahu xhallahu shanu thot: Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ato njerëzit që janë dy fitura, ato vetë mendojnë, ka mendja vetë që ne jemi duke mashtruar Allahun xhallahu shanu. Por me real Allahu është duke mashtruar atyre. Kuptimi është ato vetë janë duke mashtruar vetën e vetë. Se nuk janë i fshehur nga di Allahu xhallahu shanu. Edhe Allahu xhallahu shanu ka treguar Muhammed sallallahu alaihi wasallam di, edhe besimtarët mirë që janë afër Muhammed sallallahu alaihi wasallam, edhe ato din kush janë ato njerëzit. Edhe Allahu xhallahu shanu thot: "Idha ja'aka al-munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah." Kur vin tek ty ato dy fiturës, munafiqinët, ato thonë ty, o Muhammed sallallahu alaihi wasallam, nashhadu, ne dëshmojmë që ti je pa dyshim dërguar Allahu xhallahu shanu. Wallahu ya'lamu innaka la rasulu. Dhe Allahu thot, o Muhammed sallallahu alaihi wasallam, pa dyshim Allahu di se ti je dërguari i tij. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun. Dhe Allahu dëshmon që ato gënjen. Domethënë, zemra atyre nuk janë bashkë në fjera që dalin nga goja atyre. Ashtu Allahu ka lajmëruar vëllezër këto 3 kategoria njerëzimit. Edhe pas lajmërimi ato 3 kategoria njerëzit na ka bërë një thirrje duke bashkuar gjithë. Ja ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O njerëzit, të 3 kategori njësoj e thirrja është. Se ato kategoria nga di Allahu xhallahu shanu. Ne nuk dim. Tani në dora jonë është. Që ne i zgjedhim veten tonë që do të rimi pari, dyti ose treti. O njerëzit, thot Allahu, u'budu rabbakum alladhi khalaqakum. Adhuroni ai Allahu juaj, Zoti juaj që ka krijuar juve. Walladhina min qablikum, edhe mas hyret waswasa shejtanit, jo vetëm ju, edhe para juaj. Deri në Adam alayhis salam Allahu krijoi. La'allakum tattaqun, të shpëtoni ju nga dënimi Allahu xhallahu shanu. Kjo Allahu xhallahu shanu duke bërë thirrja në 3 kategori njerëzit në fillim sura Bakara, na është duke bërë thirrja. Ne alhamdulillah falenderojmë Allahu xhallahu shanu, që Allahu xhallahu shanu na ka zgjedhur, jemi duke parë
në kategoria e parë. Tani, ajo kategoria çfarë cilësia ka kërkuar Allahu xhallahu shanu, ne duhet të forcojmë ato cilësia që ka thënë alladhina yu'minuna bil ghaib, besojnë në ghaib, wa yuqimuna as-salat, wa falin namaz. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, edhe kush të bëj që ishte dhe në të herë ishte zakati, pastaj ka ardhur edhe haxhi, edhe agjerimi me uan ka ardhur dhe detyrat Allahu xhallahu shanu. Falënderimi Allahu takon që ai na ka mundsuar alhamdulillah që ku ka iknajsi më i madhi të ulemi balin ton, duke përgjigjur thirrje Allahu xhallahu shanu për Allahu xhallahu shanu. Lusë Allahu madhruar Allahu xhallahu shanu në ato kategori që na ka i zgjedhur mbanderin frymin e fundit dhe ato vlezar tanë që janë largë, Allahu xhallahu shanu dhe atyre fut në këtë rrugën drejt. Lusë Allahu madhruar Allahu xhallahu shanu na ruaj edhe nga kategoria e dytë dhe treti, se vlezar kufri alhamdulillah pas kuptimi islami nuk kemi për të arritur kur. Ajo ndihet një besimtari është lehtë ta hedhë vetën në zjarr, po shirku nuk bën. Po ajo treti na gasmon duke parë dunia, duke parë ambienti avash avash hyret në nifaq avash avash. Prandaj vëllezër duhet kemi shumë kujdes të mos hyrim në këtë kategori e ditë në nifaqut. Lusë Allahu madhruar Allahu xhallahu shanu ruan ne familjen ton, familjen ton, edhe gjithë vëllezër ton. Astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim.